Një unë se kuptoj këtë të zotin Pacolli, kujt janë kohët që po ja marrin? Bashkëpronarit vetë. Po, kështu i bie. Shqip. Mirë që ndërtuan në palishmëri këtë, shkatruan faunën dhe florën aty. Mirë po, kur ti merr diçka të palishme dhe ndërton në mënyrë të palishme dhe shkatron një zonë e cila ishte e mbrojtur, pra logjika nëse unë s'dua të bëj moral, po kur hy në palishmëri ke për të ngelur. Kjo nuk do të thotë se ti aty mund t'i kesh rënë në qafë, si mund të themi, dikujt një individi. Po shkatrove një nga zonat ku kalojnë me qa ka dëgjuar në një të gjitha në raportet e ekologjistëve apo të shoqatave të mbrojtjes kafshëve në Shqipëri, të cilat kanë qenë prezent shpesher në MCN, kanë ngritur me shqetësim të madh një shkatrim të florës dhe të faunës në këtë vend, që në fillim, që në krye të herës. Dhe më pëlqen që televizioni ka marrë një qëndrim gjithmonë më tepër pro shoqatave të cilat kanë qenë për të mbrojtur zonat e mbrojtura në këtë vend. Ai aeroport mund të bëhej edhe në një vend tjetër, edhe në mënyrë më ndryshe. U nis me palishmëri që në fillim, dhe kjo është ajo që ata se kanë zgjidhur ende në gjykatë. Ky ankohet dhe thot, po më shesin duty free. Unë se di në cilin pik ka përfunduar. Pastaj kontratat nuk janë duke hedhur ti në një shqetësim në Facebookun tënd personal, apo në një mënyrë. Kontratat zgjidhen në gjykatë. Shkojnë dhe t'i zgjedhin në gjykatë këto gjëra. Ashtu si që lidhen kontratat, ashtu dhe rrëzohen në gjykatë.